Tirana mirëpriti forumin Europian ndërfetar Lullëzimi i Përbashkët Shpirtëror. Përfaqësues të komuniteteve fetare, institucioneve publike, botës akademike dhe shoqërisë civile nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Finlanda, Gjermania, Greqia, Italia dhe Spanja u mblodhën në kryegjyshatën botërore bektashiane. Synimi ishte forcimi i bashkëpunimit ndërfetar dhe zhndërimi i dialogut në veprim konkret në shërbim të paqes, dinjitetit njerëzor, drejtësisë sociale dhe kujdesit për mjedisin. Sekretarja e përgjithshme e organizatës ndërkombëtare FET për paqen e cilësoi Tiranën si një uri historike ndërmjet lindjes dhe perëndimit për zhvillimin e këtij programi, ndërsa përfaqësues të komuniteteve fetare në vendin tonë vlerësuan harmoninë fetare në vend. Shqipëria është dëshmi se fetë të ndryshme mund të jetojnë së bashku jo vetëm në paqe, por edhe në miqësi. Ne nuk jemi bashkë vetëm në disa festa, jemi bashkë në sfida, në solidaritet, në shërbim të shoqërisë. Dialogu nuk do të thotë të heqim dorë nga bindjet tona fetare. Përkundrazi, ai kërkon që secili të jetojë besimin e tij me sinqeritet, duke respektuar lirinë dhe dinjitetin e tjetrit. Besimi autentik nuk prodhon urrëtie, por respekt. Praneja jonë në të njëjtën hapësirë nuk përbën thjesht një prani formale të përbashkët të përfaqësuesve të traditave të ndryshme fetare. Ajo është një dëshmi publike se njeriu mund të qëndrojë besnik i identitetit të vet shpirtëror dhe njëkohësisht t'i afrohet tjetrit me respekt, mirëkuptim dhe dashuri. Forumi riafirmoi se përvoja shqiptare e harmonisë ndërfetare nuk është vetëm një trashëgimi për t'u ruajtur, por edhe një përgjegjësi për t'u përcjellë brezave të ardhshëm dhe një kontribut i rëndësishëm për paqen dhe bashkëpunimin në Europë.